Unë hatë letër, ty që u jam. Edhe I fjallë do t'ju thëmë tënde. Të shtrillë dhe të një vetë e keni pa hatan këtu, Nërënju më nëryshe, nërënju nëryshe, pashë Zotin. Pash Allahun e pash këjshit. Sjellë më një herë nëryshe, gjithmonë të një qelësimeve, nuk shkanë. Me Brahimi kena punu dikur, edhe I majmë. Unë hatë letër, ty një që u jam. Ashtë paqësi e madhe, sepse me ta drejt. Falni për mungesën e modestisë, po e them pa frikë, është e vetmja parti me vizionin, programin dhe parimet e duhura për me realizu transformimin themelor shoqërisë tonë. Shkodra, por tonë Shqipnia është lotur pa tjetat ftyra, tjetat premtime boshe dhe tjetat mashtrime të 35 vjetë. Bolma, erdhi koha me çu kryt. Fakt, diçka e bën të jashtëzakonshme lëvizjen bashk, që është kjo vazhdimësie e organizatës politike, është se anëtarët kanë 3 karakteristikat përbashkëta që nuk I gjen shumë shpesh në parti tjera politike. Një është guximi. Kanë guxim me I thonë hapun, problemet, edhe prej ku na vijnë këto probleme. Edhe me vut mirën publike, me interesin privat. E dyta që unë e shoh përbashkët në të gjithë anëtarët e organizatës është besimi. Besimi që tonë bashkë, tonë njerëz si ne, munden me e bë këtë vend. Edhe munden me rrugë këto institucione që tonë I dina janë korruptume, nepotike, me vlerësu meritokracinë. Edhe treta, edhe më rrallë mu gjetë në arenën publike është këmbulja, që dhe më thonë nuk heku dorë. Një raund elektoral mund sjellin rezultate të mira ose jo sa do na ne. Por na kena me kanë këtu që tonë bashk, edhe herën tjetër do të tentojmë edhe do të realizojmë sa më parë një shtet social, një shtet prodhues, edhe një shtet drejtës. E reja po lind në shpirtin e çdo punëtori që është I keq paguar, por që prap ka besimin që një ditë drejtësinë do ta gjejë, po në vendin e tij. E reja po lind në shpirtin e një sipërmarrësit vogël që çdo ditë e çel dyqanin e vet, edhe pse mendon që ka humbje. E reja po lind tek ata të rinj që prej vitesh janë largu, po mendjen edhe zemrën hala I kanë të rrajnë të tyre. E reja po lind tek secili prej nesh që ka zgjedhur me nejt këtë vend, pavarësisht çdo vështirësie. E reja po lind në shpirtin e çdo shqiptari drejt. Edhe ai që është në qeli, na ka mbajtur na vinte na thosh votat tuaj dua unë të pensionistëve. Minimumin jetik e shpalli e para lëvizja bashk duke ardhur në kauzën tonë me pensionistë dhe vish minator. Prandaj lëvizja bashk është ajo lëvizje që unë shoh të ndriturin dhe të ardhmen e vendit tim. Nuk më hauria për vete, po digniteti më vret. Digniteti na vret ne të gjitha moshave që smarim atë që në takon, që nuk jemi të servirur në vendin që në takon. Prandaj ju falenderojmë të gjithve dhe o bura në qik më shumë punë, sepse Shkodër Locja është ajo që ja u thjen hundë të gjithve. Falenderit. Por nga nga tjetër ka dështuar dhe I model zhvillimi që thot krau I liri punës do në nxjerr në dritë. Jo, nuk është e vërtet, sepse njeriu nuk është robot, njeriu nuk është kafsh pune, fundja dhe kafsha e punës, një moment po nuk pushoj ngordh, po nuk ëmbri tajqia I sa që duhet prap ngordh. E këta e kanë trajtuar njeriu shqiptar, të riun shqiptar, vajza apo djalë qoftë, e kanë trajtuar vetëm si kratë lirë pune, dhe këta kratë që nuk janë vetëm kratë, po janë kratë e një mendje në fund fare kanë vendosur që tikin nga Shqipëria. Ne kemi kryeministri që ka luajtur mendsh. Zakonisht diktatorët presin 20-30 vjet para se të shmenden. Ky hyni as 10-12 vjet edhe ka luajtur nga fishiri fare. Djegu tall me personat me aftësi të kufizuar. Si ka mundësi kryeministri një vendi përdor me nënçmim fjalën autik, si ka mundësi qeveria e cilit u jep familjeve të personat me aftësi të kufizuar 130.000 lekë vjetra pension. Me 130.000 lekë vjetra pension ti t'jesh në shëndet plotë nuk dalin me mbjetu fizikisht. Dhe ky kryeminist në vend që t'jap llogari tallet me njerëz me aftësi të kufizuar, tallet me burra, tallet me gratë, tallet me fëmijët,
tallet me poshuar, i tallet me këto. Sot e kom 2 vajza mësuese. Ti e kanë shumë vështirë me dhënë mësim. Se në çdo orë përmendet Kalashnikov. Çdo orë mësimit përmendet Kalashnikov në klasë, ku jep si vajza emës janë tek shkollat, më të mirë bele, po them. Edhe këtë po them. Në shkollat më të qeta dhe çdo orë përmendet Kalashnikov. Ftoj të gjithëve që secili të përpiqet që të sensibilizojnë sa më shumë njerëz mbi programin e kësaj partie, që kjo parti si një re Cipollini të forcohet. Ne vërtet nuk jemi shumë në këtë kohë, por kjo parti është e ardhmja e Shqipërisë. Bëra një llogari kur ka hyrë Sali Berisha në politikë, rezultate 57 vjet më parë është bërë antar i Partisë Punës, tash Dreqi Tahaj 57 vjet, edhe nuk i shkullet politikës, i është ngulur me thonjë, kam përshtypje edhe në botën tjetër, kam për ta nxjerrë dorë nga varri e thotë, më keni këtu mua. Si ka mundësi këta njerëz që nuk kanë asnjë pasion tjetër në jetë, përveç se të sundojnë, përveç se të korruptohen e përveç se të na poshtrojnë.